Presidenti Gjorgje Ivanov në një intervistë për televizionin kombëtar hungarez deklaroi se zjarri që u vu zyrës popullore ishte një nga aksionet e dhunshme për të cilët janë përdorur para nga fondacionet të cilët e mbajnë emrin Soros. Ai po angazhohet edhe për rregullimin e financimit të organizatave jo qeveritare dhe thotë se fondacionet e huaja e kanë etnizuar shoqërinë civile dhe e kanë ndarë popullatën mbi baza etnike. Kabineti i presidentit Gjorgje Ivanov e ka informuar ambasadën e SBA-s në Maqedoni se me datë 1 maj presidenti i shtetit tashmë ka një agjendë të caktuar dhe se nuk mund të takohet me Hojt-ji, publikoi portali MKD, edhe pse nga kabineti i presidentit dje u kanë deklaruar se takimi do të mbahet. Paraprakisht Deutsche Welle, duke u bazuar në burime partijake, gjithashtu publikoi se Ndim Zëvend si sekretarit shtetëror amerikan nuk do takohet me Ivanovin. Sipas indeksit të ri për lirinë e mediave, raporter pa kufi, Maqedonia është ranguar në vendin e 111 nga 180 vende në botë. Krahasuar me vitin e kaluar, vendi jonë është ngjitur për 7 vende. Sipas organizatës, liritë e mediave kanë shënuar një rënje në të gjithë rajonin e Ballkanit, por erozioni i së drejtës ka qenë më i dukshëm në Maqedoni.